أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد فالندريم ذا الأذرات يتقين الله جل جلاله صلاة سلام وشوفشين ببيغمبير صلى الله عليه وسلم بفamiljen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë në zemrën e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha Allahu jalla jalaluhu në Kur'an: Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Po thot Allahu: thuaj, o Muhammed, drejtoj njerëzve dhe thuaj, o robt e Allahut, të cilët i keni kalu kufit, të cilët e keni tepruar në gjunahe, la taqnatu min rahmatillah, mos e hupni shpresën për mëshirën e Allahut. Innehu yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Për shkak se Allahu i fal krejt gjunahet. Kur ndëgjoj këtë ajet kuranor, Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu me nxitim e mor një letër dhe me dorën e tij e shënoi këtë ajet në letër dhe ja dërgoi Ajashit, shokit vet, i cili u nis bashkë me Omerin radhiyallahu anhu për në hijret. Pak para se e mrin në Medinë, Ebu Xehli Ajashin e kishte vëlla. Erdh Ebu Xehli dhe e mashtroi dyqysh Ajashin, e bindi mu kthy mas në Mekke. Kishe nanën e ka marrë malli për me pa, dhe nana është shumë keq, e ju ka përkeqësu gjendja, e Ajashi vendosi mu kthy. E pak para se me hynë në Mekke, e tradhtun, e prangosën edhe e futën në Mekket në çmum, edhe e burgosën pastaj. E Omer ibn Khattabi tha, na mendojshmi që ata që kthehen prej hijretit ma Allah i s'ja fal atimve. E kur erdh ky ajet, thotë mora një letë dhe me dorën time e shkruajta dhe ja çova më një herë dostit, shokit tem. Hajde ktheuni se pas ka la vakt. Hajde ktheuni se Allahu po pranoj ka. Ky ajet është mësim për krejt neve. Po saçërisht neve që jetojmë këtë kohë. Që vallahi dina shpesh na mi ka përci kufit. Që vallahi dina na shpesh me e tepru me gjunahe. Me e tepru me neglizhim. Me tepru me mos kujdesje në krejt sferat. Jashta kujdesit të madh që e kena në plotësimin e qefit vetës. E Allahu po na thot, mos e hupni shpresën prej Allahut. Allahu është mëshiruesi. Allahu është mëshirbërësi. Allahu gëzohet ma shumë me pendimin e robit se sa që gëzohet një nanë e cila e ka humbë fëmijën e vetë dhe pastaj e gjenë. E kemi parasysh një nanë e cila e ka një fëmijë vetëm edhe e humbë. Kur ta gjejë atë fëmijë çfarë gëzimi është. E Allahu gëzohet me pendimin e robit ma shumë se gëzimi i kësaj nanës për fëmijën e vetë. Ky është Allahu Rabbul Alamin, subhanahu wa taala. Vetëm don prej neve pendim. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul istighfar, zotnia më i miri pendim. Kthimi më i mirë te Allahu është atëherë kur robi i thot Allahut: Allahumma anta rabbi. O Allah, ti e Zoti jam. Ti më ke kriju. Abu'u laka bi ni'matika alay. O Allah, unë sot para ty i pranoj, i vërtetoj krejt mirat që mi ke dhënë.
I pranoj, ja Rab, ti më ke bëu shumë mirë mua. Ti më ke dhënë shumë mua. Ti më ke dhënë atë shumë sa që janë të panumëruar të mirat tua ndaj meje. Wa abu'u bi dhanbi, ja Rab, o Allah, unë sot para teje i pranoj të këqijat e mia. Unë i pranoj gjunat që i kam bërë. Unë i pranoj lëshimet që i kam bërë. Unë i pranoj mos kujdesin që i kam pas. I pranoj, ja Rab. Faghfir li, o Allah, pranoj mua. O Allah, më shiron mua. Wala yaghfiru dhunuba illa ant. Nuk ka dikush që i fal gjunat pas teje. Tha pejgamberi sallallahu, kjo është kthimi më i mirë te Allah. Kjo është pendimi më i mirë. Kjo është istighfari më i mirë. Kur robi e vënon ballin sejdë, apo i ngrit durt ka Allahu dhe i thot, ja Rab, shumë ke dhënë mirë, shumë të mira më ke dhënë, shumë begati më ke dhënë, dhe nga ana tjetër unë i pranoj këtë gjëna që kam bërë. Kthehem te ja Rab, prano mua. Te ti pendohem, prano mua. E këtë moment e don shumë Allah subhanahu wa taala. Allahu hidhrohet me robin në qoftë se robi i lip robëve e nuk i lip Allahut. Mbajeni mend, çka do që të bëjna, sa do që të lutemi, sa do që të jemi të kujdesshëm ndaj gjunave, mos t'i bëjna. Na nuk e madhnojnë Allahun që meriton Allah subhanahu wa taala. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ. Tha Allahu xhël xhelalu. Ata nuk e madhnun Allahun, çish e meriton Allahu. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ditën e gjykimit krejt toka ka me qenë në grushtin e Allahut subhanahu wa taala. Was-samawatu matwiyatun bi yaminihi. Dhe shtat ka qiell do të jenë në të djathtën e Allahut subhanahu wa taala. Subhanahu. I lartë madhruar është Allah subhanahu wa taala. I lartë madhruar, i pastër është Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu e dën këtë moment kur njeriu ndalet dhe i thot vetit stop. Ndalu pak. Pret pak. Ndalu t'i kthehemi Allahu xhalla xhelaluhu. Ndalu pak, largohemi prej cilësive të munafikave dhe jo besimtarëve. Këshira Allahu çish i cilëson jo besimtarët në Kur'an. Dhe Allahu walladhina kafaru يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Jo besimtarët kënaqen, ujivatin, ويأكلون dhe han كما تأكل الأنعام, çish hajnë kafshët. Ndalu pak, ti themi stop të qenurit rob i epshit ton, rob i stomakut ton, rob i dëshirave tona. Ndalu t'i themi vetës njerë stop, prej sot po bëhem rob i Allahut i sinqert, i cili kthejmë Allah subhanahu wa taala. Allahu e don pendimin. Tha Allah në Kur'an, tubu ila Allahi jamian ayyuhal mu'minun. Pendohuni te Allah të gjithë, o ju besimtarë, pendohuni te Allah. Wa tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Pendohuni te Allah sinqerisht. Pendohuni te Allah për një merë. Bolmo. Bolmo e dërgum jetën tonë e harxhum në defrim, lojë dhe zbavitje. Bolë se për që të shkajnë në këtë dunja. Njeriu në këtë dunja ose e fiton xhennetin, ose e fiton xhehenemin. Njënën prej dyjave. Bolë t'i themi vetes.
Bon se ditën e gjykimit kanë me marrë njeriu që është kënaqur më shumë në këtë dunjë. Dhe për një çast kanë me shtynë zjarr xhehenemi dhe kanë me nxjerr dhe kanë me thonë, a ke pa ndonjëherë mirë? A je kënaq ndonjëherë? A je kënaq ndonjëherë? Ka me thonë, kur s'jam kënaq. Asnjëherë s'jam kënaq. Dhe kanë me marrë njeriu më të lodh, më të raskapik, njeriu me hekat më të mëdha kësaj dunjaje. Për një çast kanë me fut në xhennet, edhe kanë me nxjerr, edhe kanë me thonë, o filan, a ke pas vështirësi në jetën tënde ti? A ke hek në herë ti? Ka me thonë, kur s'kam hek? Kur ketë s'kam pa? Kur vështirësi s'kam pa? Kjo është realiteti. Sa dush mu knaq, ato knacit, da qësë nuk janë të lidhura me Allahun, e para janë afat shkurte, e dyta ka mundësi e njëjta send, i njëjti send, që për momentin është duke na knaq, ma vonë me na bo keq. Çka do qoftë ajo? Çfarë dush knaqësie? Çfarë dush lumturie? Çfarë dush përjetimi? Që na e përjetojna në diçka jashtë lidhjes tonë me Allahun. E para, nuk është e vazhdueshme. Ushqimin e iftarit, knaqësinë që ke hangër se ke për momentin, është të bëj dam tash, ka hyrë për sakit, ka ra për sakit. Të ban keq tash. Ta dëmton lukthin. Ka bo dam. Përjetimet çfarë do qofshin, që i ki përjetu njëjtë për momentin si ke. Dhe ka mundësi i njëjti përjetim tash të bo dam. Vetëm se përjetimi dhe knatësia dhe lumturia që besimtari e shijon në raportin me Allahun është e vazhdueshme. Është e vazhdueshme. Ajo dita kur ti ke fillu me i falë 5 kohë namaz, ajo ditë sot e sot të banë ty të gëzushëm. Ajo dita ku ti ke qajt për hir të Allahut, ajo ditë ka kalu ndoshta shumë vite, ama çtash kur kujtohet, Allahu Akbar, çfarë ditë ka qenë. Ai momenti kur ti e pendu për hir të Allahut, tash me të kujtu pas 15 viteve që tash të kënaq, që tash të ban mirë, s'të ban dam. E di kthehemi Allah subhanahu wa taala. Sa Allahu e do robin kur I kthehet Allah subhanahu wa taala. E di kthehemi boll gjunave. Për shkak se gjithçka që na e lëm mangësh për fjalës Allahut dhe fjalës pejgamberit se stem damin ja shofna na. Pasojën e hajm na. Në qoftë se nuk e falim namazin, për neve o keq. Në qoftë se nuk agjerojmë Ramazanin, neve na ban dam. Ne dëmtohemi. Në qoftë se nuk e ulim shikimin, për neve o keq. Në qoftë se nuk e lam kamatën, për neve o keq. Në qoftë se nuk I lam gjunahet, për neve o keq. Në qoftë se përmendim Allahun, për neve o mirë, na fitojna. Nuk fiton Allahu. Asgjë nuk fiton Allahun nëse na bëmi të mirë. Edhe nëse bëmi të keq, kur gjast hup Allahu xhallahu. Këtë për neve është. E Allahu Kur'anin dhe Sunnetin e ka lënë për neve, më na bë mirë. Në moment që na I lëm pas shpine, na bën neve keq. Na bën neve aq keq, saqë Allahu tha, kur ata e harrojnë Allahun, Allahu ban që ata ta harrojnë veten e vet. Dhe njeriu lodhet, raskapitet, e hub këtë jetën, dhe në fund thot Allahu Akbar, pas ka shku këtë jetë, ai ka harru veten. Tu munu për bashortën, tu munu për fëmin, tu munu për nipa, tu munu për dunja, për shtëpi, për pasuri, në fund të jetës ka orë momenti mu taku me Allahun, thot unë e pas në harru veten. E pastaj krejt ata për cilat ti ke punu në këtë dunja, një ditë ato ditë kanë me qajt dhe kanë me harrua. Kemë mbet ti edhe vepra jote. Dita e pendimit është ditë gëzimi për besimtarin, është ditë bajrami për besimtarin, edhe është sen që e do Allah subhanahu wa taala. E do në Allah pendimin shumë. E ka dashur e pejgamberi sa sem shumë pendimin. Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu nuk ka marrë pjesë në luftën e Tebukit. Ka pas mundësi me shku në luftë. Ka qenë I përgatitur shumë mirë.
I ka thonë vetit gajret. Ka thonë, hajtë në dalin sahabët të në filan vendin, unë e kam kalin e fort i mri. Ka arë momenti, mu njës ka thonë, e le të shkojnë të në filan vendin, se unë i mri, apet. So një miri, i fort, kalin e mirë. Kështu i ka shku Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, pejgamberi sallam ka shku në Tebuk, është kthy prej Tebukit, Ka'bit tu i dhon vetë garet, hajt se i mriun. Ardh pejgamberi sallam. Shkun munafikat fillun më arcetua. Jo s'kam mujt, jo si kam pas renat, jo familja, jo bashortja, jo kjo, jo. Çdo person që shkonte dhe u arsjetonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ja pranonte arsjetimin. Tamam, hec. Tamam, u kry. Tamam, u kry. Tamam, u kry. Tha Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu. Tha kur shkojmë taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha pata mundësi me arrejt. E disha që ata tjetë janë duke gënjy. Munafikat që s'kan marrë pjesë e kanë gënjy se ka botë madhe. Tamam, ec. Ka'b ibn Malik s'ka qenë për munafikave. Ka qenë burr i mirë. Ka qenë burr që do Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë i sinqert. Tha kur shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pata mundësi me gënjy. Dhe nuk ka pas dikush që ka pas mundësi me bind në gënjeshtër se sa. Ama thash. Në qoftë se sot në gënjej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumë shpejt është momenti kur Allah mundet me zbrit ajete dhe ma nxjerr mejdan gënjeshtën time. I thash ja Rasulullah, kjo është ajo e mirë, kjo është ajo ajka që e don Allahu, kjo është palca që don Allahu. Pendimi më i mirë, kthimi më i mirë, sinqeriteti më i mirë. Tha ja Rasulullah, un kam qenë i përgatitur, edhe me municion, edhe me trup, edhe me pasuri, edhe me ushqim, me krejt. Po fillova me i thonë vetit, hajtë se i mri, ju shkut, erdhët, unë e kështu e po ta gjendë. Unë e po ta mundësi që ta qetë me të gënjy, ama u friksova se po Allah, po zvrendë një ajet, edhe më del mejdan gënjeshtra. I tha, emma hadha, e se për këtë ti, kje ka thonë të vërtetën, shko edhe prit shtash. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dha urdhën që kërkush në Medinë mos mi fol Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu. Çtash? Filloi momenti i testit. Krejt Medinja nuk i fol Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu. Edhe dy sahabit Umeje edhe Hilali. Ato ishin më pleq. Thot Ka'bi 40 ditë. Për ditë dilshan xhami. Kur sum folke. Shkojshë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i jepsha selam, se di a ma kthente as ma kthente selam. Kur e shikoja së më këshyrke. E vjedhsha me sy se është duke më shiku. Për janë sa me ka dasht kja më mali. E ka dasht. Ka qenë sahabi mirë. Atje në Tebuk, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyti për Ka'bi, tha ku o Ka'bi? Këta ko Ka'bi, dikush për sahabive tha, ja Rasulullah, e ka mashu dunjaja ata, u dhanë mas dunjas, bulloki, freskia e Medines e ka mashtruve. Unë ngrit një sahabi që në tha, ke gënjy, Ka'bi është buri mirë. Ka'bi është buri mirë. Ja Rasulullah, është buri mirë. Pejgamberi se me donë të Ka'bi në djallon. 40 ditë, kërkush se ka folë. Një ditë për ditëve, e takoj një kushërinë e vetë dhe i tha selamu alaikum, a i s'ja këtej selamu. Dhe kjo i vështisu gjendja Ka'bit. I vështisu edhe më shumë. Tha, o filan, tja nuk e di që unë e dua Allah dhe pejgamberin se stemë. Tha, Allah e di më smiri. Kur i tha Allah e di më smiri, kjo e hukti krejt. Kjo e lodhi edhe më shumë Ka'bit radiallahu. Ditën e 40, pejgamberi se stemë i ban selam grave, të treve, të largohë. As me gratë, mëse pas kontakt. Pyti Ka'bi tha, ja Rasulullah, a me bo talak, a veç me qute baba? Tha, jo veç qete baba. Mas edhe 10 ditë tjera. 50 ditë. 50 ditë nuk i folë kërkush. 50 ditë. Ditën e 50, zbriti ajetin e surën Tauba, Allah tha, laqad taba Allahu, me të vërtetë Allahu e ka pranu pendimin e muhaxhirëve
edhe të ensarve, wa ala thalathati alladhina khulifu hatta daqat alayhimul ardu bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayh. Tha Allahu e pranoi pendimin edhe atyve treve, të cilëve ju pa të ngushtu dunjaja me gjërsin e stoka, me gjërsin e saj. Ju pa të ngushtu gjoksi. Dhe ata u bindën që s'kan më hik për dikujna jashtë të Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe Allah u apranoj pendimin. Erdh njani dhe i përgëzoj. Fillon me dinja ketë më gëzu. Jo veç Kjabin. Krejt me dinja u gëzu sa Allah u ka zvrit ajetin mbi 7 katë qelë për Kjabin. Sa Allah u pranoj pendimin e Kjabin. Dhe erdhën dhe i thanë, o Kjab, përgëzime për ty. Kur erdhë në xhami, pejgamberi s.a.s. i tha, urime për ty, o Kjab. Urime se kjo është dita më e mirë prej asoj dite kur ka lind nana jote. Kjo është puna e besimtarit. Kjo është puna e pendimit. Kjo është puna e kthimit të Allahut. Kjo është puna, kur njeriu kthehet te Allah, është dita më e mirë prej ditës kur e ka lind nana vet. U ngrit Talha, Ebu Talha al-Ansari, u ngrit me përqafu Kjabin, tha Kjabi, këtë përqafim, kur si haroj Talhas? Për gëzimit madh, tha kur si haroj? Tha për gëzime se kjo është dita më e mirë prej ditës kur ka lind nana jote. Tha ja Rasulullah, kjo është prej teja, prej Allahut? Tha kjo është prej Allahut subhanahu wa taala. Kjo përgëzim është prej Allahut subhanahu wa taala. Kështu është pendimi mos. Wallahi na kanë ngushtu dunja për shkak gjunave. Wallahi problemet që kena në dunja kena për shkak gjunave. Problemet me bashortet, problemet në familje, problemet në biznese, problemet në raport me njerëzit, problemet çfarë do të qofshin probleme e të cilat janë të shumta, wallahi kena për shkak gjunave tona. Dhe ne u ka ngushtu gjoksi për shkak gjunave tona. Le të pendohemi Allahut dhe zërohen gjoksat tonë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin.